Për emigrantët shqiptar, procesi i votimit për zgjedhjet e 11 majit ka nisur me dërgimin e zarfeve drejt Parkut Olimpik në Tiranë, ku administrimi i votave do të monitorohet nga kamerat dhe përfaqësuesit e partive politike. Deri tani, 36% e dërgesave postare janë shpërndarë, ndërsa 111 votues kanë lajmëruar postierët për të nisur procedurat e dërgimit. Komisioni i ri KQZ-s, Ilirian Celibashi, ka deklaruar se afati për përfundimin e këtij procesi mund të shtyhet për disa ditë për shkak të vonesave të mundshme në dërgimin e zarfeve. Për sa i përket pyetjes së dytë, kam frikë se ne nuk do ta përfundojmë dot në datën 17 procesin për shkak të ngarkesës të shtuar në kontrollin e procesit të përgatitjes dhe të dërgimit të zarfave. Kemi shtuar ne si KQZ kontrollin, një fazë tjetër të kontrollit. Po kështu edhe kompania DL ka shtuar kontrollet të asaj çfarë përgatit. Dhe shtimi i numrit kontrolleve na ka çuar në një shtyrje të afatit të shpërndarjes së zarfave për votuesit e jashtvendit, por gjithsesi, kjo në mënyrë kategorike dhe me bindje them, nuk e rrezikon procesin si të dërgimit të fletëve të votimit, ashtu dhe të kohës që duhet kenë zgjedhësin dispozicion për të votuar dhe të kthimit mbrapsht të fletëve të votimit. Ai ka theksuar gjithashtu se sistemi i KQZ-s është i sigurt, duke shmangur mundësinë e skanimit të barkodit, të njëjtë për më shumë se një herë për të parandaluar manipulimet me zarfin B. Nëse votuesit nga jashtë do duan ta shesin, ta blejnë, ta tregojnë është çështje tyre. Do të thotë që kanë llogaritur edhe pasojat penale për një rast të tillë. Pra nëse dikush mendon që mund ta bëj se nuk do kapem, mund të qelloj që dhe mund mos kapet, se jo çdo gjë, çdo paligjshmëri që ndodh në këtë botë evidentohet edhe merr sanksionin përkatës. Për më tepër, Celibashi ka tërhequr vëmendjen për pasojat ligjore që mund të ndodhin në rastin e shitblerjes ose dokumentimit të votës, duke paralajmëruar dënimet që mund të shkojnë deri në 3 deri në 4 vite burg. Ky paralajmërim ka për qëllim të ruajë integritetin e procesit zgjedhor, duke i kërkuar votuesve të respektojnë rregullat e përcaktuara.